Shkëlqimi dhe rënja e Ibrahim Pash Pargaliut, kryeministrit shqiptar të Perëndorisë Osmane dhe njërit prej kryeministrave, vezirëve më të famshëm të kësaj perandorie. Ai jetoi në kohën e Sulejmanit Madhërisëm dhe drejtoi Perandorinë Osmane për 13 vite. Shumë prej jush e njohin nga filmat dhe telenovelat turke, por në fakt në histori, Ibrahim Pash Pargaliu është një personazh të jetë i rëndësishëm, jo vetëm për hir të jetë gjatësisë tij shumë të madhe, por mbi të gjitha për hir të ndikimit që ai pati si kryeministër. Është shqiptari që pushtoi Beogradin, është shqiptari që nisi fushatën e Hungarisë dhe i çoi kufit e Perandorisë Osmane, pra flas si vezir, deri në afërsi të Vjenës. Historia e Ibrahim Pash Pargaliut është shumë e lidhur me këtë godinë që po shihni. Unë jam pak në katin e dytë të godinës, e cila ndodhet shumë afër qendrës së Stambollit. Nëse eci në këtë drejtim, ju mund të shihni që godina ose pallati Ibrahim Pash Pargaliut njihet ende sot me këtë emër, edhe pse është Muzei i Artit Islamik, është në hipodromin e famshëm të Konstantinopolës, përballë disa prej kolonave të famshme të saj dhe xhamisë së Sultan Hametit, që është përballë. Pra në zemër të Stambollit, vetëm pak metra më tutje në këtë drejtim, është pallati i Topkapis ku jetonte sultani. Ibrahim Pash Pargaliu ka një histori shumë interesante. Ai lindi në Parga të Çamërisë në vitet e para. Gjithmonë është diskutuar nëse ka qenë grek apo shqiptar, por burimet më të besueshme e bëjnë atë shqiptar të mirëfillt të besimit ortodoks. Ai u mor shumë herë dhe ju bashkua armës së jeniçerëve. U evidentua jashtëzakonisht si një personazh shumë i zgjuar, shumë i aftë nga ana ushtarake, por edhe nga ana diplomatike në armën e jeniçerëve, dhe kur Sultan Sulejmani i Madhërisëm erdhi në krye të Perandorisë Osmane, ai emëroi atë kryeministër, vezir. Në 1523-shin, Ibrahim Pasha u zgjodh vezir, ai u vendos në këtë pallat që po shihni, një pallat i quajtur Pallati Ibrahim Pashës sot, dhe qëndroi për më shumë se 13 vite këtu. Ky pallat është ndërtuar nga Bajaziti i dytë dhe është tipik një miksim, duhet jetë ndërtuar mbi rrënojet e sepse shumë vështirë tuhet, mbi rrënojet e një godine bizantine, sepse dhe stili ndërtimit diku ndërturet me atë bizantin dhe diku me atë të mëvonshëm, pra shihni dhe gurët Osman me qeramikën bizantine të miksuar, ndërsa në këtë pjesë duket tipike bizantine pjesa e ndërtimit, pra ka format ndryshme të ndërtimit. Askush nuk di ta thot tamam se kur është ndërtuar pallati, por Ibrahim Pasha e mori, e restauroi, e bëri pallatin e tij dhe sot njihet akoma me emrin Ibrahim Pash Pargaliu ose Ibrahim Pasha Palas. Është muze i artit islamik dhe është një prej muzeve më të bukur që mund të vizitosh në Stamboll. Fati i Ibrahim Pashës në fakt është i çuditshëm. Ai u bë një kryeministër shumë i famshëm i Perandorisë Osmane, ndërmori disa fushata, i bashkëpunoi shumë afër me Sultan Sulejmanin, pati konflikte me shortën e dytë të tij, sepse mbështeste më shumë bashkëshorten e parë të Sultan Sulejmanit, por gjithsesi këto janë, thashë themi, që nuk kanë shumë lidhje me pjesën historike të tij. Ai ndërmori disa reforma jetike për Perandorinë Osmane, por njëkohësisht filloi të ndihej më i sigurt se ç'duhej. Të ndihesh i sigurt në Perandorinë Osmane ishte një prej mëkateve që njeri mund bënte. Ai grumulloi një pasuri marramendse, ai ndërtoi një pallat ngjashëm me atë të sultanit. Ai krijoi një pasuri të jashtëzakonshme, ndër më të mëdhat që kishte ndonjë, po quaj, zyrtar Osman në atë kohë. Ai filloi të kishte një lloj arrogance në sjellje ndaj sultanit, gjë që e vuri atë në qendër të xhelozive të shumë personazheve pranë sultanit, duke përfshirë në radhë të parë gruan e tij. Pavarësisht besnikërisë ekstreme ndaj sultanit, në vitin 1536, 13 vjet pas qëndrimit në pushtet, Ibrahim Pash Pargaliu, ose veziri ndoshta ndër më i gjatë dhe më të fuqishëm të historisë Perandorisë Osmane, u thirr për një darkë në pallatin e Sultan Sulejmanit. Ai u ekzekutua pas darkës me urdhër të sultanit dhe trupi i tij nuk u gjet kurrë. Ai nuk u kthye më kurrë në këtë pallat prej nga doli, ajo është dera qendrore e konakut të tij. Ai nuk u kthye kurrë më në këtë pallat prej nga doli dhe historia e tij mbaroi aty. Sot pallati i tij dhe gjithë pasuria e tij u konfiskua me urdhër të sultanit. Më pas këtu jetuan kryeministra të ndryshëm Perandorisë Osmane. Për një periudhë kohë Ibrahim Pasha ishte martuar me motrën e Sultanit Sulejmanit, ndërsa
Thash, sot ai njihet si një prej figurave më të rëndësishme historike të Perëndërisë Osmane dhe pallati është kthyer në Muze të Artit Islamik. Po hy brenda dhe po ju tregoj pak nga pak si janë ambientet e brendshme të pallatit të Ibrahim Pash Pargaliut. Kjo është pjesa e hyrjes së pallatit Ibrahim Pashës, praktikisht siç njihet Ibrahim Pash Parga ose shqiptari. Sot ndërtesa është Muze i Artit Islamik, por për shumë vite është konsideruar si një nga godinat më të rëndësishme të Perëndërisë Osmane, përtej nivelit të sultanit. Ky është oborri brendshëm i godinës, e cila në fakt mendohet që është ndërtuar në kohën e Sultan Bajazitit të dytë, por që ende mban emrin pallati i Ibrahim Pash Pargaliut, i lindur në Parga, në zonën e Çamërisë. Me kalimin e viteve ka pasur ndryshime të tjera, por thelbi mbetet i njëjtë. Pamja nga pallati është shumë e bukur. Shifeni, këtu mund të shohësh, është dhe kafja e pallatit, këtu mund të shohësh të gjithë sheshin e hipodromit, që është qendra e Stambollit antik, përballë xhamia Sultan Ahmet, këtu është kolona e famshme, në anën tjetër është kolona tjetër, Muzeu i Marmaras, në këtë drejtim është Shën Sofia, dhe ky është oborri i brendshëm. Ibrahim Pasha, sikurse e thash dhe në fillim, kishte lindur në Parga, në zonën e po quaj zona e Çamërisë, sot është pjesë e Greqisë. Ai ishte i krishter fillimisht, u mor shumë shpejt si u rekrutua në armën e jeniçerëve dhe mbriti në Stamboll. Rritja e Ibrahim Pashës është e lidhur fort me rritjen e Sulejmanit Madhërisëm. Është Sulejmani Madhërisëm që e mori atë dhe e bëri një nga personazhet më të rëndësishëm të Perëndërisë Osmane. Ai u zgjodh shumë shpejt vezir i madh dhe arriti të kishte ndikim të jashtëzakonshëm në disa nga reformat kryesore dhe më të rëndësishme të Perëndërisë Osmane. Konsiderohej një njeri mjaft erudit, me një njohje shumë të mirë të disa gjuhëve të huaja, njihte kulturën perëndimore, gjë që ishte shumë e rrallë për atë kohë, dhe u fuqizua tej mase për një periudhë kohe ka qenë i martuar me motrën e Sulejmanit të Madhërisëm, gjë që e bënte atë dhe shumë të fuqishëm nga ana politike. Ai u vendos në këtë pallat në fakt pak në mënyrë çuditshme, sepse shumë rrallë kryeministrat e Perëndërisë Osmane kishin një pallat të tillë dhe kaq afër pallatit të Topkapis, pallatit të sultanit. Kjo pjesa sipër është ndërtuar më pas. Tash sot është Muze i Artit Islamik. Në atë kohë, në këtë zonë, zhvilloheshin disa nga takimet e rëndësishme dhe me peshë Perëndërisë Osmane, por me sa duket pikrisht, këtu nisi dhe rënja e Ibrahim Pashës, sepse ai u fuqizua aq shumë se ngjalli xhelozit të jashtëzakonshme mbi të gjitha në familjen e Sulejmanit të Madhërisëm, i cili vendosi që ta ekzekutonte. Ekzekutimi i Ibrahim Pashës fakt është shumë i njohur. Ishte ndër kryeministrat e parë me origjinë shqiptare të Perëndërisë Osmane. Tani po ju tregoj pjesën e brendshme. Kjo është pjesa e brendshme e muzeut, gjithmonë i kthyer në Muze të Artit Islamik, por pallati i Ibrahim Pash Pargaliut. Shifni kupolat e mureve. Është një godinë për masa të mëdha, po të marrësh parasysh, këto janë dhomat e tij të brendshme.
janë dhomët e brendshme të pallatit. Sot muze i artit islamik, ku ndodhen disa nga ndërshkrimet e rralla, si ky këtu, që është një Kuran i hershëm, shumë i vjetër, me shkrimet tjera. Pjesa tjetër e koridoreve. Pjesa tjetër e koridoreve, shifin si është ndërtuar me kupola, janë përdorur tullat, pra janë akoma në kohën e është akoma në kohën e përdorimit të qeramikës që vinte nga Bizanti. Edhe pjesa, ky është ujësjellësi i Konstantinopolës, ku janë edhe mbeturinë, po quaj mbetje arkeologjike qeramike të famshme. Ndërkohë po shkojmë në pjesën tjetër. Ibrahim Pasha kishte një numër të jashtëzakonshëm shërbëtorësh dhe rojesh besnik që qëndronin në këtë pjesë të pallatit. Asnjëherë nuk është kuptuar se çfarë realisht ishte problemi që ai pati. Ishte një njeri shumë besnik me sultanin, në fakt. Pavarësisht kësaj, sultani vendosi eliminimin e tij. Jam prapë në disa objekte të famshme që i takojnë artit islamik. Ua, sa e bukur që nga kjo. Duhet jetë me gjas një derë. Është dera e një xhamie që kanë sjellë tu, shihni se çfarë punimi që ka. Është e gjitha prej metali, duhet jetë bronz dhe vendosur në vendin e saj. Kjo është pjesa qendrore e pjesa qendrore. Ky është koridori. Kjo është pjesa e koridorit, është momenti i erzanit. Këto janë të gjitha dhomat e pallatit. Pallati ka një pamje madhështore mbi xhamin e Sultanahmetit, xhamin blu, siç e njohim ne. Shumë shqiptarë e njohin nga filmi Sulejmani Madhërisëm, por ky është pallati më i madh që një vezir shqiptar i Perëndërisë Osmane ka pasur ndonjëherë, edhe pse ka pasur disa vezir, madje edhe i fundit, veziri i Perëndërisë Osmane, qoftë një këtej, ishte Ferit Pash Vlora, i cili ishte nga familja Vlora e Kaninës, e Vlorës. Sërish janë objekte, këto janë objektet periudhës mamlukëve të Egjiptit, të përdorura nga mamlukët. Edhe oxhaku i famshëm tipik Osman, këtë e gjen edhe në shumë shtëpi shqiptare. Është vendosur këtu për treguar stilin e jetesës në periudhën osmane, ja dhe edhe ose bukur që nga kjo nuk e di përse përdoret, prapë periudhës mamluke, që ka për ushqimin. E gjitha e gëdhëndur. Është shumë e bukur. Dhe këtu janë disa nga Kuranët e vjetër, që i thënë vitit 1380, janë të përgatitur prej lëkure, nuk janë letër, po janë faqe lëkure. Dhe është shumë interesant, dhe ky është oxhaku tjetër. Pra çdo dhomë ka oxhakun e saj për tu ngrohur. Edhe kjo është shumë. Midis dhomave ka një komunikim të brendshëm, ja dhe oxhaku tjetër për të ngrohur dhomën. Sërish objekte islamike, dhe po ja dhe oxhaku i katërt, pra çdo dhomë ka oxhakun e saj për të ngrohur. Këto janë disa qilima të vjetër
Qilimat janë një prej traditave më të hershme për punimin e qilimave, po vazhdoj më tutje. Thash është shumë i bukur ky pallat. Është në sheshin qendror të Sultanahmetit, në atë që njihet si hipodromi, dhe që është fillesa e Konstantinopolis. Ja dhe tipiket tezgjahat që janë aq të famshme edhe në Shqipëri. Dhe macet ecin kudo nëpër Stamboll edhe nëpër muzeume. Dhe këtu janë prap disa Kur'an shumë të rrallë. Prap, po xhanku, çdo vonë po të vini re ngrohet në xhank. Shifeni çfarë. 1300 po ashtu. Shqipëria ka një prej Kur'anëve më të rrallë që ndodhet në Arkivin Qendror të Shtetit, edhe ky 1318, 1323, 1308. Dhe ky është 1280 dhe ky është ndoshta më i vjetri. Kur'an 1256. 1256. Po vazhdoj pak më tutje me pallatin e Ibrahim Pash Pargaliut, të parit, të paktën në mos gaboj unë tani, kryeministër shqiptar, vezir shqiptar Perëndërisë Osmane. Këtu janë reliket e shenjta, të shohim çfarë ka. Kjo është pjesa e relikeve të shenjta të Islamit, të cilat i kanë takuar profetit Muhammed dhe familjes tij. Është interesante se këtu ndodhet disa fije nga mjekra e profetit Muhammed. Është mjekra e tij i është shpërndar besimtarve dhe sot pjesë të saj vinë të mbledhura nga vende të ndryshme të botës, ku ka qenë e shpërndar. Shiheni, madje tregon dhe punimin e kutive në të cilat e kanë mbajtur mjekrën. Është, shiheni, pjesë të mjekrës tij janë në kuti të ndryshme, ku janë ruajtur me vite. Edhe ku jep dhe shënimin. Pra këto janë disa nga reliket më të rëndësishme që i takojnë fijeve të mjekrës së profetit Muhammed. Gjithmonë pallatin e Ibrahim Pashës, tani po hy në pjesën qendrore të pallatit, që është thash pjesë e muzeut të artit islamik. Ky është oxhaku i madh. Kjo është pjesa e sallonit kryesor. Të përballë janë qilimat e famshëm. Dhe kjo është salla e madhe, ku Ibrahim Pasha, salla kryesore, kishte pjesën e tij të pritjes, i përballë mund të shihni gjithë pjesën tjetër. Kjo është salla e madhe ku sot ndodhen disa nga Kur'anet e vjetër dhe njëkohësisht qilimat e famshëm të prodhuar në të gjitha pjesët e Perëndërisë Osmane. Ndërkohë salla është salla qendrore, ku Ibrahim Pasha zhvillonte takimet e tij. Ka edhe këtu pjesë të ndryshme dhe shumë të rëndësishme të artit islamik. Kjo është dhe pjesa më e bukur e muzeut gjigant
që dikur ishte Saraj kryesor i Ibrahim Pash Pargaliut, njeriut i cili u bë ndër kryeministrat më të famshëm Perëndërisë Osmane dhe që më pas pikrisht kjo famë i mori atij dhe jetën. Ibrahim Pasha doli nga kjo sallë në një ditë të vitit 1536 për një darkë vetëm pak metra më tutje në pallatin e Topkapis, por nuk u kthye më kurrë. Sulejmani i Madhërisëm e ekzekutoi atë. Pas darkës e mbyti, disa thonë e pushkatoi dhe trupi i tij nuk u gjet kurrë. Në një farë mënyrë Ibrahim Pasha që la gjurmë Perëndërinë Osmane ra viktim e suksesit dhe e fuqisë së tij, e cila u konsiderua e papranueshme për të konkuruar sultanin. Nga pallati që një shqiptar jetoi në shekullin e 16 dhe një prej pallateve më të bukur që ende kanë mbetur në Stamboll. Shiheni edhe përballë sërish pjesën e Oxhakut.